Ndërkohë, në Tiranë, një prej... Erdha në Tiranë dhe sikur këtu më pritën me tapet kuq, më kanë pritur jashtë zakonisht mirë, fati dhe... Fati dhe talenti. Është dhe fat, është dhe fat jeta, sepse shumë këngëtar ka, edhe janë shumë të mirë, se cili në atë që kanë në mënyrën e vetë, por ndoshta dhe CV-ja ime artistike, e mbushur me çmime, me aktivitete, festivale, gjithandej, momentin që unë e dorëzova të ansambli shtetit, pranova definitisht fillim mbarim, pranova, më pranuan direkt. Paralelisht, më thot një mikesha ime, thot Mira, thot kërkojnë për mësuesi se ti ke mbaruar edhe ciklin e ullët në Korçë, kërkojnë të shkolla Arsaj që mësuese muzike ke dëshirë, po mi u ka punuar si mësuese muzike në Korçë. Dhe paralelisht mu hapën dyert dhe mësuese muzike, do më thënë kisha orët bas orës 12, sepse nuk mund të beshe muzikë si në orën 9-10 të mëngjesit. Sa vite ushtrove profesionin e mësuses? Këto të dyja, paralelisht, shkuan një vit. Mbas një viti, filluan në Bryllet. Erdhe më në origin tani në atë që ndodhë në jetën moderne të kryeqytetit. Filluan Bryllat, sepse në fillim do shta thoshin, okej, Mira, kush është mbrapa Mirës, sepse si direkt kjo gjë, të thash që viti i parë ishte fat. Por përsëri, në ato vite, në atë një kohë shumë të shkurtër, ndoshta një 6 mujor maksimumi, më ndihmoi përsëri familja, sepse nuk e doja që të më ndihmonte familja. Kupton, gjithë ajo qëllimi ishte që unë të mbaja vetveten, të krijoja ekonominë time dhe të sigurisht të siguroja edhe një të ardhme. Të blija një shtëpi, kupton? Të kisha një punë që sido që më vej jeta ime dhe beqare të ngelen, mbare si ma ka shkruar Zoti thoja, unë të jem të përballoj jetën vetë. Kjo ishte qëllimi. Por, Zoti kishte planet të tjera për ty. Po, sigurisht, Zoti si thot, Zoti qesh me planet e tua. Sepse ti me ndonë kështu, një 6 muaj ngela pa punë fare, por nuk bëra hapa mbrapa, sepse mendoj, mund të kthesha dhe mbrapa në Korçë, sepse në Korçë e kisha të ngritur gjithçka. Por erdhi momenti që Zoti kishte shkruar që unë të punoja diku në një Alfa Buzuk quheshe në ato vite. Ishte buzuku i parë në Tiranë, i cili u hap nga... Në 2005. Po, nga bashkëshorti juaj. Po, bashkëshorti im. Do me unë ku nuk mund të mendoja që të shokën ditë të jetës të gjeja në një muzik live. Do më të në gjithmonë e ureja, sepse thoja, atje vinë të shoqëruar, të dashuruar, të martuar, asë që mendoja që do dilte një djalë beqara atje për mua. Edhe kështu rodhën ngjarje, do më thëmë pastaj. Fillove të performoja aty, të punoje edhe ndërkohë? Atje fillova të performoja bashkë me mikun tim Genën, edhe mikun tim Arjanin, me vaskën e buzukut, të dhënë filloj një 4 me korçar, sepse Arjanin e quajmë korçarne. Dhe u bëj një punë e pastër, e ndeshme, sepse ti kur punon me shpirt, pa, se të thuash, të më thënë ishte... Ne punonim për çdo detaj atje, dhe për skenën me reshim, dhe për gjithë shka. Aty filloj nga e para çdo gjë dhe për ty. Se ishte më intensive edhe karriera, performanca, edhe atje performonim 5 ditë në javë, ishte një punë intensive, fillonim që në orën 10 të darkës dhe mbaronim deri në orët e para të mëngjesit. Edhe ishte një punë që shumë njerëz që unë i takoj sot, bile me fundit ishte grimjerja që më grimoj tani. Kam qenë kliente e Mira thote Alfa Buzukut dhe ishte një ndër lokalet që kënaqësit në atë lokal që kemi shijuar, nuk kemi gjetur në asnjë ambient deri më sot. I sjell nostalgjiave. Ishte tamam një buzuk, thoshte, ishin ato lulet që idheshin si artist, ishte ti në ato vite, aq që mire, komplimentat që i mora që tani, që më kënaqën, pa diskutim. Dhe që i me çdo ditë, Fruti dashurisë me bashkëshortin që njohë pikërisht aty në vendin e punës, është djali që sot është një djalosh i rritur, është 10 vjeç, Gjoni, apo jo? Gjoni. Më thuaj pak si është Ermira në këtë rrugtimin si nën, rrugtimin mëmësisë, si shkon me atë të karrierës muzikore, sa e vështirë të bëri që të shkëputesh pak nga muzika në vitet e para të lindjes, apo jo, për të dedikuar tërësisht rritjes së tij? Pa diskutim, sepse ishte një ëndër që unë e dëshiroja shumë, si çdo femër. Por më në fund Zoti e bëri kismet që unë të isha nën.
Dhe të jesh nën është mrekullia më e madhe. Ja uroj çdo femre të cilës nuk mundet, ja uroj që sa më shpejt të bëhet nën. Të ketë në duar fëmijën erën më të mirë, parfumin më të mirë të jetës. Pastaj kur e shijon që e rrit vetë... Si është Gjoni si karakter? Ku ti ngjan më tepër? A ka marrë ndonjë nga Ermira si dhe pëlqen muzikën? Të them, jo. Është çudi. Të më thonë dhe bashkëshorti dhe unë jemi pjesë të muzikës, sepse dhe ai ka bërë një lice për shkollën për muzikë. Pastaj pjesën tjetër ka bërë ato që ka bërë për. Kurse Gjoni nuk, okej, ndoshta është e tip që shumë e sapi. Emrin Gjon kush ja ka vënë? Se mendoja duke qenë se ke patur këto lidhjen me Greqinë, do ishte ndonjë emër midis Jo, djali im lindi në Amerikë. A ka lindur në Amerikë djali? Ka lindur në Amerikë edhe emrin ja vuri mbesa e bashkëshortit, sepse asaj ja ka vënë emrin Buri. Dhe u bë kthimi mbrapsht. Kthy borxhi. Po, u kthy borxhi. Edhe ajo ja vuri emrin Gjon. I thash, vazhdo, mendo çfarë të duash, çfarë do të emër do t'i vesh. Kishim në preferencë t'i vinim Aleksandër apo Angelo, është një miku i bashkëshortit tim, edhe ortak në punët e veta. Edhe Angel në kuptimin Angel, që na erdhi një Angel. Pas një mungese të gjatë, kështu që erdhi tamam si por ajo dëshironte Gjon dhe e lam Gjon.